A i njini ferrën e Krishtit, ose si që quhet në shumë zona të Shqipërisë ferkuqja? Kjo është një bimë mesdhetare me gjemba e cila përdoret prej shekujsh në mjekësinë popullore. Studimet laboratorike kanë zbuluar se ajo përmban përbërës të vlefshëm me aktivitet antioksidues dhe antiinflamator. Përveç kësaj, përdoret tradicionalisht për të mbështetur shëndetin e zemrës, traktit urinar dhe metabolizmin e sheqerit në gjak. Le të shohim më në detaje çfarë bën kaq interesante këtë bimë. Ferra e Krishtit ka emrin botanik Phailurus spina Christi dhe rritet natyrshëm në vendet mesdhetare, përfshirë edhe Shqipërinë. Dallohet nga degët me gjemba, gjethet e vogla dhe frutet e rumbullakëta me një krah të hollë rreth tyre. Një nga përfitimet më të rëndësishme të kësaj bime është veprimi antioksidues. Studimet kanë treguar se degët dhe gjethet përmbajnë sasi të larta flavonoidesh dhe përbërësh fenolike, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ. Kjo është e rëndësishme sepse stresi oksidativ lidhet me plakjen e qelizave dhe me zhvillimin e shumë sëmundjeve kronike. Një tjetër veçori është aktiviteti antiinflamator. Në studimet laboratorike, ekstraktet e gjethteve treguan aftësi për të frenuar enzima që marrin pjesë në proceset inflamatore. Kjo tregon se bima përmban substanca natyrore me potencial për të mbështetur organizmin në luftën kundër inflamacionit. Në mjekësinë popullore, ferra e Krishtit është përdorur edhe për mbështetjen e shëndetit të zemrës dhe enëve të gjakut. Tradicionalisht besohet se ndihmon në uljen e kolesterolit dhe mbështet presionin normal të gjakut. Megjithatë, këto përdorime janë akoma të pastudiuara mirë. Po ashtu, bima është përdorur si diuretik natyral, duke ndihmuar në eliminimin e lëngjeve të tepërta dhe në mbështetjen e funksionit të traktit urinar. Në mjekësinë popullore është përdorur edhe për shqetësime të tretjes dhe për lehtësimin e diarresë. Disa studime laboratorike kanë treguar gjithashtu se ekstraktet e kësaj bime mund të përmirësojnë mënyrën se si qelizat përdorin glukozën, duke sugjeruar një potencial për mbështetjen e metabolizmit dhe të sheqerit në gjak. Megjithatë, këto rezultate janë marrë në laborator dhe nuk mjaftojnë për të pohuar se bima trajton diabetin. Ferra e Krishtit përdoret zakonisht në formën e çajit ose të ekstrakteve bimore. Nëse vendosni ta përdorni, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun, veçanërisht nëse jeni shtatzën, ushqeni me gji ose merrni ilaçe për tensionin, diabetin apo sëmundje të tjera kronike. Ferra e Krishtit është një bimë e egër që rritet në vende të thata, buzë rrugëve dhe në zona me diell. Ajo dallohet për gjembat e saj dhe pamjen karakteristike. Në traditën popullore është përdorur në disa zona për qëllime të ndryshme, por duhet pasur kujdes me përdorimin e bimëve të egra. Nëse e keni parë ndonjëherë këtë bimë në natyrë ose e keni përdorur sipas traditës familjare, më shkruani në komente si e quani në zonën tuaj, ferkuqe, ferra e Krishtit apo me një emër tjetër. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni, ta shpërndani dhe ta abonoheni në kanalin Baçja Magjike për më shumë video mbi bimët mjekësore dhe kopshtarinë. Shtypni butonin zile për të mos humbur videot e tjera informative për bimët mjekësore dhe kujdesin për bimët në baçën tuaj.